Ju përshëndes të gjithëve zonja dhe zotrinj, juftoj të na ndiqni. Shqipëria violentet jetë në një situatë të rënduar sa i takon përmbytjeve në zonat veriore dhe verilindore. Natyrisht kanë filluar janë të Stinës, rreshjet e Dëborës, problematike vjojnë të jenë një sër qarqesh në vend për të diskutuar për këto dhe shumë çështje të tjera, problematika të tjera. Më lejoni t'ju prezantoj të ftuarin, është zoti Agron Haxhimali, ekspert për çështjet pushtetit vendor dhe jo vetëm. Mirë se vini. Mirë se u gjeta, faleminderit. Haxhimali, më lejoni fillimisht t'ju falenderoj publikisht për të gjitha reagimet që keni bërë, personalisht e vlerësoj shumë, sidomos momentin shumë të rëndësishëm kur vlerësonit që çështje të tilla kaq të rëndësishme fatkeqësisht në Shqipëri vijojnë të konsiderohen si show mediatik më tepër se sa problematika reale që kalon vendi vit pas viti. Flasin më shumë, thonë ju, për pasojat se sa për përgjegjësitë dhe përgjegjësi. Do të vazhdojmë kështu. Edhe për shkaku. Edhe për shkaku. Si është kjo punë? Është fare e thjeshtë. Ka dy lloj diskuresh që bën politika në fakt. Kur merret me pasojat, përpiqet të gjej justifikimet. Përpiqet të bëhet pozitive, përpiqet të gjej rrugdalje, dhe t'ju thotë që ne jemi këtu, ne ju ndihmojmë, por nuk ose kishim që të bënim përpara, jo natyra, jo duke gjetur rrethana dhe faktor të tjerë. Nëse do shkojnë tek shkaku... Te llogaridhënia nuk janë askund, ë? Jo, prapse nëse do shkojnë te shkaku, do shkojnë te llogaridhënia. Nëse shkojnë te shkaku, do marrin përgjegjësitë. Nëse shkojnë te shkaku vërtet dhe real, që është dhe përgjegjësi institucionale, atëherë dalin totalisht zbuluar institucionet shqiptare në këtë aspekt. Pra nëse do duhet flasim për parandalimin apo për mirëmbajtjen, që nuk flet askush. Shiko, ti kthehemi pra se kjo është shkak pasoj. Shkaku kryesor vërtet dikush gjithmonë fakt shikoj që futen njerëzit që na ndjekin edhe unë i falenderoj të thonë profesor të i ke thonë, gjitha i ke thonë mirë, ti thot dhe ne i pajto me ty, po ti harrot thuash një gjë që e ka pa i shiu. Më kupton, pra analiza thotë është e mirë, po ti përmendesh shiu se po mos kishte ra shine do ishim përmbyt. Po nëse do ishim mirë mbajtur, nëse do ishte parandaluar. Solla këtë në vëmendje që edhe si shoqëri në fakt, po edhe si grupe interesi, po edhe si dikush që do të bëjnë mbrojtje në asaj që nuk mbrohet, përpiqet të kapet me gjëra që nuk kanë shumë kuptim. Unë nuk them në analizat e mia, në qëndrimet e mia që ne përmbytemi kur s'ka shi, se ka që kuptoj unë, por e gjithë çështja që përpiqen sjell në vëmendje të publikut dhe të institucioneve është fakti që askush nuk po kërkon mrekulli futuristike për sistemin e kanalizimeve dhe të vaditive që janë shkaku kryesor që na çlirojnë nga kjo situata e përmbytje. Po të paktën kërkohet përgjegjësi. Askush nuk po kërkon që të shpiki këto sistemet të tilla, por ama të mbaj sistemet e trashëguara të bonifikimit të kanalizimeve të ujrave të bardha apo të zeza, edhe me ato përmasa, me ato dimensione, me ato probleme që kanë pas shfaqur, ato se janë ndërtuar për të përballuar një dinamik urbane tjetër, janë ndërtuar për të përballuar një dinamik të ndryshimeve klimatike ndryshe, po s'paku me pak kujdes, me pak punë të përditshme, ato mund të funksiononin shumë mirë. Nuk po kërkohet që ato të rindërtohen nga e para, por ama po kërkohet mirëmbajtjen e ekzistuesit, po kërkohet të mos neglizhohet, të ketë një kronologji të përditshme të punëve në sistemin e vaditjes dhe të kullimit. E vërteta kjo është pastaj shkaqet kryesore, pse nuk e bëjnë bashkitë, pse nuk e bën bordi kullimit, pse nuk e bën ministria, ne mund t'i diskutojmë. Po, dhe duhet i analizojmë në fakt, Haxhimali, se qytetarët kanë pak njohuri në fakt.
Shiko, ka një ku shkon përgjegjësia e njërit institucion, ku përfundon dhe ku nis përgjegjësia e institucionit tjetër dhe si duhet bashkërendohen dhe koordinohen mes tyre për të parandaluar apo për të mirëmbajtur. Për qytetarin e thjesht, për atë që është përmbytur për biznesin apo për këdo, edhe për ne të tjerët, nuk ka rëndësi primare se kush e ka përgjegjësi në këtë hierarkinë e këtij shtetit ton shumë të paorientuar. Për të ka rëndësi t'i ofrohet shërbimi, në qoftë se ti vendos politike ta ofroj privati, le të ma ofroj, në qoftë se do të ma ofroj publiku, le të ma ofroj. Në gjitha rastet qytetari ka bërë zgjedhjen e vet, ka paguar taksat, të ka zgjedhur dhe ty për ta drejtuar, pra ka vendosur me votën e tij ti je rregullatori dhe po të mban dhe me paret e tij. Çështja në këtë rast është e tillë që e vërteta është që legjislacioni shqiptar ekziston, kemi dokumenta strategjike, për shembull kemi një strategji të ujit dhe të kullimit 2019-2031 dhe aty janë përcaktohen fare qartë objektivat për këtë lloj sistemi. Aty përcaktohen qartë detyrat kryesore që ka secili institucion referuar ligjit. Ka marrë vetëm 2 ligjet kryesore, ligji 24/2017 për administrimin e ujrave, ku përgjegjësia kryesore për kanalet sekondare, të dyta dhe të treta i përket njësive të qeverisjes vendore dhe kjo është e vërteta, nuk mund ta fsheh. Për diga, argjinatura e kanë drejtoritë, e kanë bordet e kullimit dhe pastaj për politika më të mëdha është Ministria e Shëndetësisë. Pra ka institucione Ministria e Infrastrukturës. E bujqësisë, pra Ministria e Bujqësisë. Pra i gjithë ky zinxhiri për mendimin tim secili duhet marrë pjesën e vet edhe të punës edhe të përgjegjësisë. Këtu nuk dua të shmangun punën e bashkive, sepse pusetat e kanalizimet e këto që po them ato duhet i bënin, por kur sektori është, pra nëse folim në makro për sektorin e bujqësisë, shikoj një ministri bujqësie që ka dalë jashtë rolit, jashtë funksionit, jashtë përgjegjësive, duke krijojnë vetëm ato imazhin që punojnë standardet e BE-s, jo klima, jo bujqësia, jo biodiversiteti, pra janë sa gjëra terma shumë të bukur, por jo është larguar atij boshtit historik dhe klasik që ka pas Ministria e Bujqësisë, që është një nga kolonat kryesore të politikës së vendit tonë, sepse jemi vend bujqësor. Pra këtu Dhe në fakt nuk i kemi parë të përfshien as në diskursin publik, Ministrinë e Bujqësisë. Unë nuk kam, ka një problem tjetër, kësë unë nuk kam një merak të shikoj në këtë xhami televizorit në fakt. Në qoftë se s'përmbytëm as du të shikoj fare, në qoftë se sistemi i bujqësisë, pra qoftë infrastruktura për këto që po folin, po qoftë edhe dimensionet të tjera brenda kësaj gjës madhe funksionojnë mirë, nuk jam shumë interesuar dhe ta njoh ministrin për ftyrë. Po s'ka, sepse kjo është në çdo vend të botës, më thoni mu në Francë, në Itali apo Austri, atë nuk njohin kryeministrin, jo të njohin ministrin e bujqësisë, por sistemi i bujqësisë funksionon me të gjithë instrumentat, kuadrin ligjor, rregullator, me mënyrën si është organizuar poshtë. Tashti, përveç këtij ligji thash është dhe ligji 139/2015 në nënën 27 ka përcaktuar që kjo është një përgjegjësi e bashkisë mirëmbajtja e këtyre veprave të dyta dhe të treta. Po kemi dhe ligjin më të madh pastaj të 107/2014 me ndryshime që përcakton planifikimin urban. Po secili nga ato ligjet ka ato pjesën e vet në këtë përgjegjësi, po te planifikimi urban po ndaloj vetëm 2 sekonda. Po si e jep lejen ti mbi kanalin parësor dhe dytësor? Si e jep leje për shtëpi apo për biznese dhe të zen pusetat? Kaq. Pra ne kemi parë në ekranet e juaja kryetar bashkisë nga jugu, pra një ngjarje e çuditshme, që fotografonte punën e mirë që po bënte gjatë përmbytje me ekskavator duke hapur tombinët të zëna me ndërtime. Apo ato urat që më tepër bëhen si prite se sa ura mbi kanale. Pra ti ke bëj një planifikim shumë të keq. Këto janë përgjegjësi të drejtë për drejta.
Pastaj shkojmë te pjesa tjetër që ti ke bërë planet e përgjithshme të zhvillimit të qyteteve, janë plane që duhet të rezistojnë 25-35 vitet. Po ti kur ke bërë këtë plan, ti duhet kishe parashikuar dy dimensione kryesore. E para, dinamike në urbanizimit, zhvillimi social ekonomik qytetit. Pra ti edhe do ta zhvillosh në sipërfaqe, edhe nuk do të investosh në infrastrukturën nëntoksore për të hap kanalizimit të ujrave të bardha, të zeza, që kryesisht dhe këtu është një problem tjetër, se i bashkojnë nuk duhet të bashkohen. Pra janë gjërat që politikë bërja lokale dhe qendrore ka çeduar. Pastaj pjesa tjetër, ti kërko të zhvillosh sipërfaqet e gjelbra, të thush një emigre, thithim ozon, oksigjenin, e gjitha këto gjërat që fliten sot në fakt, po ti harro që ti nuk ke marrë asnjë mas për përshtatshmërinë ndaj ndryshimeve klimatike. Ndaj qytetet tona nuk ju mungon elasticiteti në këtë drejtim, janë shumë vulnerabël, nuk kanë shumë rezistencë ndaj këtyre ndryshimeve. Çështja shtrohet, e ka faj pra midis natyrës edhe njeriut kush e ka faj. Ky është dhe ky problem tjetër. Fajtorin e gjeti, në fakt, Rama tha janë qytetarët, pa përgjegjshmëria, mbetjet plastike të hedhura Gabim, isha kritik kur e dëgjova, në asnjë vend nuk fajsohet qytetari, fajsohet qeverisja. Pastaj vetë kryeministri në përmbytjet e 2011-s, 2012-s, kur vetë ishte në opozit, ka thonë që shkaku që përmbytmi është se s'kemi qeveri. Edhe unë e kam mbështet atëherë, po e mbështet edhe tash shkaku që përmbytmi është se s'kemi qeveri, si e them, shkoj çik më gjerë, sepse janë gjithë institucionet dhe mekanizmat që nuk kanë funksionuar ashtu siç duhet. Unë pranoj që nuk I kemi në dorë ndryshimet klimatike, por ama kemi në dorë të përshtatemi për ndryshimet klimatike. Kemi në dorë të punojmë në mënyrë të përditshme në sistemin e parandaluar ose minimizuar të paktën. Ka vetëm një rregull që ka mësuar historia botërore dhe ka imponuar ligjvënësit të ndërtojnë rregulla dhe ligje. Çfarë do të thotë që për të zgjidhur problemet, jo vetëm në këtë rast, por edhe në zjarre dhe në borë apo çdo emergjencë është mirë që ti të planifikosh, të zhvillohet dhe të investosh në parandalim. Ky është hapi parë. Hapi tjetër është të investosh në zvoglimin e riskut. Pastaj vjet çështja që kur ndodh emergjenca, tash aty puna parë që do të bësh shpëtosh jetën e njerëzve, jetë gjë zgjallë, të shpëtosh aseta apo kapital me vlerë qoftë publike dhe qoftë private, pastaj në ato moment nuk ke ç'të bësh më bashkëjeto me të keqen. Dhe hapi tjetër është që thashti pasi pra ne s'kemi bërë mirë gjitha këto, fillojmë ke faza tjetër që themi faza e kompensimeve dëmës nga fatkeqësitë natyrore. Pra në qoftë se hedhim 10 lek në parandalim, 10 lek në zvoglimin e riskut, pra në qoftë se jemi të përgatitur për këto fazat e para, nuk do kemi humbje ekonomike për kostot që vinë pas qoftë për emergjencat apo qoftë edhe për rikuperimin e ekonomisë, sepse një fjalë goja është të thush që unë do jap 15 milion. Sa që dhe ka akorduar sot, ka bërë publike, edhe këtu shumë mirë ka bërë, po unë nuk e di se nga I doli ky si bën llogaritjet, metodologjia e vlerësimit. Jo, ka metodologji, por nuk pat kohë me bë metodologjinë, se grupet e punës menjëherë kanë afat 5 ditë kohë pasi mbaron situata e emergjencës dhe shkojnë në terren. Unë nuk mendoj që ato mund të jenë në terren, por nuk mendoj që ju ka mjaftuar koha për ta bërë vlerësimin në të gjithë njësitë e qeverisjes vendore në 7 qarqe nga 12 që ka Shqipëria. Por gjithsesi, po e marr këtë si lajm shumë të mirë, por çështja është e tillë që ama zgjidh problemin mund ky kompensimi, sepse kemi një problem të madh në mënyrë të kuptuarit, edhe qytetarët me thënë drejtën pajtohen me shqetësimin e tyre, sepse ju duket tashti si pas kësaj traumës së madhe të përmbytjes një zgjidhje dhe një ndihmë shumë e madhe, shumë mirë. Por problemi është çfarë bëhet me mjedisin, me lumejt, me papastërtitë që kanë nxjerrë lumi, me
aluvionet, buz lumeve apo buz kanaleve, çfarë bëhet me tokën bujqësore, me pyjet, me vreshtat që janë përmbytur, me pemtoret, me seret, sepse është dhe dëmi mjedisor në këtë rast. Çfarë bëhet me rrezikun në rastet që është përmbytur një depo që ka pasur plera kimike apo lëndë të tjera, tash mos i specifikoj për të krijuar panik, sepse ato në qoftë se bien ujë mund të krijojnë problem, dëmtojnë faunën, dëmtojnë florën. Po për këto skujdeset, jeri pas e tha, shiko, kjo është kultura jonë, kjo është kultura shoqërisë tonë, këto jemi ne, këto janë institucionet shumë të lodhur dhe shumë vizionare, sepse një moment është fare i thjeshtë. Okej, po justifikojmë gjitha çfarë ka. Ndodh në këtë moment ti merr skavatorin, makineri e i nxjerr pa pastërtit nga lumi, nga diga, nga këto pusetat apo këto urat nga pritat. I lënë në sipërfaqe, shumë mirë. Ai është problemi më i madh. Aty do rrinë ato. E para, herë që nuk janë shumë kanë probleme higjienike, se ato janë me lëndë nga më të ndryshme, ato nuk mund të treten ashtu se ke qefti. E dyta, në shiun më të parë, ato do rrëshqasin, o do bien, po aty do ndosin mjedisin, o do të nga dora jeriut e makinerive, kavra, ku diu, pra do t'i degradojnë natyra, do t'i hallakasi, po aty fataliteti ma nuk duhet. Ato duhet të grumbullohen, të shkojnë në vende apo sta fat. Nuk e kam fjalë, thjesht në qoftë se është dhe, se dha ajo nuk duhet të rri po aty, pra edhe menaxhimi post ngjarjeve lë shumë për dëshiruar. Por merakun më të madh kam një apel këtu për gjithë njësitë e qeverisë vendore, institucionet e ministrisë apo institucionet e tjera të bëjnë kujdes, të bëjnë një vlerësim të saktë të rasteve kur kemi pasur përmbytje të kapanoneve, magazinave që kanë pasur plera kimike apo lëndë kimike që përdoren në sektorin e bujqësisë, por jo vetëm. Që mund të jenë edhe të rrezikshme. Axhimali, pse nuk shpallet gjendja e emergjencës, fatkeqësisë natyrore, ekzistojnë protokolle dhe gjendja e emergjencës zëvendësohet me një deklaratë të kryeministrit që urojmë kompensimit mos zëvendësohet nesër me harres. Tek ju e kam huazuar edhe këto. Po normal që ajo do harrohet se kemi 10 raste ku nuk janë kompensuar qytetarët. E para kemi 10 raste dhe dyta ne para 2 muajsh folëm në studio tuaj për përmbytje të tjera, tetor, nëntor përmbytje, Vlora na u përmbyt mes verës. Pra këto historitë ne i dim tashmë. Në momenti që përmbytjet trajtohen si një spektakël edhe politik për të treguar forcën e shtetit dhe të pushtetit, duke ofruar paketën financiare si një joshje apo si mbyllje goje, kjo është si një privilegj, ndërkohë që ajo është e drejtë. Ke detyrë, ka përcaktuar ligji 45/2019 për mbrojtjen civile, që thot në rastet dëmtimit nga fatkeqësitë natyrore, shteti merr përsipër të kompensojë dëmet. Megjithatë, jam shumë i shqetësuar kur thash propaganda dhe loja politike zhvendos vëmendjen tek politiko-mediatike për normal, janë të sinkronizuara fatkeqësisht. Sigurisht edhe kjo ekziston. Sepse për mendimin tim institucionet kanë një rol krejt tjetër. Dhe në këtë rast, ju pyetet për gjendjen e emergjencës, aq shumë më kanë shkruar, aq shumë telefonojnë në zyrë për këtë çështje, saqë i kisha shpjeguar, po thasha çdo bëj më mirë, po marr pjesën e kuadrit ligjor që është VKM-ja 158/2021 për kriteret dhe procedurat se kur shpallet gjendja e fatkeqësisë natyrore. Historia botërore me raste emergjence ka imponuar rregulla të qarta, ka imponuar legjvënësit e vendeve të ndryshme të ndërtojnë rregulla dhe akte, siç e kemi dhe ne, dhe thuhet që shpallet gjendje fatkeqësisë natyrore, ku kemi zjarre, tërmete, ndotje, por në këtë rast ku kemi dhe përmbytje në nivel lokal, pra në nivel bashkie, në nivel rajonal ku është më shumë se një bashkie dhe në nivel kombëtar ku përfshihet pjesa më e madhe e Shqipërisë. Në rastin e përmbytjeve thuhet shprehimisht, nëse një njësi e qeverisë vendore ndodhet totalisht në kushtet e pamundësisë për ta përballuar fatkeqësinë, përmbytjen
me forcat e veta, me burimet njerëzore, me burimet financiare, me burimet e infrastrukturës dhe teknologjisë, atëhere bashkia duhet kërkonte pranë prefekturës, pranë Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, pranë Ministrit të Mbrojtjes, bazuar në relacione, në të dhëna që ato shikojnë me grupet e punës. Si që ka ndodhur, se kemi dëgjuar Ministrin e Mbrojtjes që ka folur për këtë çështje. Po ka folur, por ama këtu tash duhet të jem krejt i sinqert. Dhe ministri tash e çon te kryeministria dhe kryeministria mbledh atë strukturën dedikuar mbrojtjes civile që u mblodh, por nuk e shpalli. Të jem krejt i sinqert këtu. Ka dy momente, qeveria mund ta shpalli, e ka të drejtën e vet, por edhe vetë bashkia duhet të ishte më proaktive dhe më aktive. Rasti i Durrësit në këtë verë, apo edhe rasti i Vlorës në verë, pra rasti i Durrësit aktualisht dhe i Vlorës në verën e kaluar, kemi pas dhe raste të tjera, po ky ishte më tipiku i Vlorës, i Durrësit, ku Këshilli Bashkiak, bashkia pra duhet të kërkonte shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në nivel bashkiak. Dikush më pyet dhe unë për teleshikuesit tuaj po sqaroj çfarë vlere ka shpallja e gjendjes së fatkeqësive natyrore. Ka shumë vlerë. E para herë se e ke dhënë si drejt ligjore, drejt kushtetuese si pushtet për qytetarët, nuk e ke dhënë për institucionin. Por praktika ka treguar që në momentin dhe legjislacioni e përcakton në momentin që shpallet gjendje e tillë, njësitë e qeverisjes vendore, në këtë rast me që është bashkia, por edhe institucionet qendrore, ju linde drejta të organizojnë burime njerëzore, mjete financiare, të infrastrukturë, makineri, teknologji, mund t'i shfrytëzojnë pa burokraci, mund t'i shfrytëzojnë të gjithë, mund t'a shfrytëzojnë këtë VKM për të angazhuar edhe publikun edhe privatin. Pra le të themi, në thojza je në luftë, aty kur je në luftë të duan armatime, të duan gaveta, lugë, mjetet, nuk do pritë do bëj herë prokurimin publik, do shikoj herë të vinë ofertat, do seleksionoj ofertat, do përzgjedh një, do lidh kontratën, pastaj do filloj prodhim. Sikur nuk je në gjendje emergjense. Sikur që je në gjendje normale. Në gjendje emergjente, por në rastet të tilla, ajo vjet ta merr pra prokuror, blej makineri, blej botin, blej çizme, blej varka, blej ushqime për njerëzit, për baktit, pra i merr në sekond. Pra është kjo gjendje në thelb ka të operon jashtë burokracive, operon në mënyrë shumë të shpejtë, je shumë operacional dhe çliruar nga burokracitë, por fut në mekanizmin tjetër që edhe privatin mund të shkosh edhe i thua po 5 makineri ke firmës X që ndodhet në Durrës, 5 skavatora, 5 bota, 5 makineri tjera dhe në dispozicionin tim. Por edhe qytetarët do të ishin më të qetë sa i takon kompensimit nëse shpallej gjendja. Shkojnë te pjesa tjetër, sigurisht hierarkia e procedurave është e tillë kur shpallet gjendja e fatkeqësisë natyrore, argumenti bindës për politik bërjen dhe pushtetin, që ne e trajtojmë sot sepse jemi i pushtetit tërë krejta, bashkie, qeverie, jemi i, por në qoftë se do kemi, do ishim mozaik, do ishim qeverisje vërtet me shumë nivele që secili kishte pushtetin drejtat e veta, lindin dhe dyshimet pse e ke dhënë, pse se ke dhënë, por në këtë rast këtu smeret vesht me i fjalë se si jemi të organizuar. Pra, burokracia ishte e tillë që kjo, kur thot shpallje e gjenjes, është edhe psikologjike që thotë, diçka ka këtu dhe ka vendos dorë shteti, do angazhohen burime publike dhe private në ndihmën time dhe pas kësaj vjen hapi tjetër, vlerësim kompensimi i dëmeve. Shumë relaksuese do ishte, kështu e ka ligji, kështu e ka në procedurat dhe protokollet. Shmangja ka qenë, për mendimin tim, pa kuptueshme pse se bëri Bashkia e Durrës, pa kuptueshëm që kryeministri mund të ketë atë që tha ministri i mbrojtjes në fakt, nuk kemi kërkesë nga ai e pasoi topin e lapot e fusha përmbytur e Durrësit. Megjithatë, në tilla raste legjislacioni është mungesa e koordinimit me dashje pa dashje. Nuk mendoj se ka pas ndonjë qëllim, mendoj nga Bashkia e Durrës dhe bashkitë tjera
janë një farë panikohen, thotë, pse ta hap këtë çështje, nuk e di sepse po hapet këtë çështje, mendoj që do thotë kryeministri shkërko gjendje të jashtëzakonshme, përballoje, po them. Por mirë, ndërkohë janë kallëzuar në SPAK, nëse flasim për por lidhur me këtë protokolli i rregull që qetësonte qytetarët me që pyet është kjo ta shpallim, por po nuk u shpall gjendja qeveria i ka gjitha mekanizmat mori masa për kompensimin, pra nuk duhet ta lidhë që po nuk u shpall, nuk të kompensoj. Qeveria të kompenso edhe po u shpall. Por ama ne jemi shtet që duhet të respektojmë rregullat që ka miratu vetë qeveria të paktën. Pra, procedurat burokratike duhet të respektohen se me burokraci tregon ftyrën e shtetit, tregon seriozitetin e shtetit, tregon transparencën e shtetit, rregullsinë e shtetit, mënyrën se si funksionon shteti. Në qoftë se këto bëhen vetëm duke shfrytëzuar fuqinë politike, shumë mirë mund ta shfrytëzosh në këtë moment, por mos harrojmë që ne Shqipërinë e duam për të jetuar gjithë jetën, jo vetëm për këtë moment. Haxhimali, dhe në fund, uroj t'ju mjaftojnë 2 minuta se jemi në fund të emisionit. Qytetar që jetojnë në terrorin e vazhdueshëm të përmbytjeve. Reagimi qytetar i munguar në proporcion me çfarë ndodh dhe më lejoni të sjell në vëmendje publike dhe atë çfarë ju e keni cilësuar zgjim strategjik kombëtar, nëse përmbledhim me 2-3 fjali. Shiko, shumë faleminderit që keni lexuar me vëmendje. Çfarë kam dashur të them, nuk është vetëm rasti për mbytyjeve. Për gjithçka, për çdo situatë tjetër. Është për çdo situatë tjetër, është për një shoqëri që më duket sa më shumë duket sikur flasim për Evropën dhe evropianizimin dhe integrimin. Aq më shumë i largohemi, por kryesisht në mendsi, në mënyrën të vepruarit, në sjellje, në reagime, një shoqëri që duket sikur pajtohet me shtypje, një shoqëri që duket sikur pajtohet me sa më pak liri ti japësh. Ndaj kam thënë që ka nevojë për një zgjim më tepër shoqëror, më tepër kombëtar, më tepër të shoqërisë, të familjes, të individit, për të kuptuar që nuk duhet jemi në këtë situatë që jemi, jo vetëm për fakti përmbytjes, por edhe për gjëra të tjera, sepse çfarë më bëri për shtypje, e filloj me rastin edhe do e mbyll shpejt. Kur kishin probleme me Vlorën për përmbytje, kur mungoi ujë për 5 ditë. Aty askush media pro-qeveritare apo grupet të caktuara të patronazhimit, por edhe media, të jem krejt i sinqert, merreshin me protestën, me defektin teknik. Po si protestohet, po ç'duhet të protestohet? Gabim i madh, ja, nuk duhet të protestojmë. Na prish një atmosferën e festave të fundvitit. Pra, prish një atë galan. Pra, imagjino ti thuash një Gjermani, mos protesto kur s'ke ujë, se ne i kemi festa, më kupton ti? Apo edhe rastet në Durrës tashmë, kur grupet të caktuara që bëjnë propagandë, bëjnë avokatin e djallit në fakt, nuk e ndihmojnë shoqërinë, unë nuk e kam problemin as me qeverinë, as me opozitën, ne duhet jemi edukues dhe ndërgjegjësues shoqërisë. Po pse tash është koha për të reaguar, ne duhet ta sfolim, po kur duhet të flasim ne? Pra, prandaj them që kemi nevojë si shoqëri, si individ, si media, gazetarë, ekspertë, shoqëri civile, institucione, parti opozitare, edhe për cilën tonë, edhe për këtë zgjim kombëtar, edhe për të ndërtuar institucione funksionale, edhe për të bërë politikë kombëtare për shqiptarët dhe Shqipërinë. Ndryshe, do na mysi propaganda për turizmin, që është i fluos, do në myshi propaganda për integrimin evropian që dhe ajo ka ato problemet e veta, dhe metoda e krahasimit që krahasohemi këtë zhvillim që ka pas Shqipëria gjatë këtyre 10 viteve, nuk e ka pas asnjë vend botës, jemi kështu, jemi ashtu. Je ai që mbytesh, ai që nuk ke ujë, je ai që përzin ujërat e bardha me ujërat e zeza. Kaq jemi dhe asgjë më shumë. Haxhimali, ju falenderoj shumë për bisedën në studio edhe për gjithë përpjekjen tuaj të vazhdueshme për këtë zgjimin kombëtar strategjik. Faleminderit juve. Falënderime edhe ju, zonja dhe zotrinj, për vëmendjen e kushtuar.